fact-checked some of the claims and found them to be true, and so that's why we reported them. But it's not that we came up with a new element. The issue was more like, okay, there is this story, and it all adds up, and then at some point you say, okay, what's the problem? Ajo që mund të them për Olsi Ramën dhe Taulant Ballën është fakti nuk është se ne kishim prova të reja, por denoncimet që janë bërë nga gazetarët shqiptarë dhe për denoncimet besoj jeni të gjithë qartë se për çfarë kemi fjalën. Ne morëm ato denoncime që ka pasur nga mediat dhe nga gazetarët shqiptarë, pra për implikimin e tyre si në trafik, si në komunikime me korrupsionin, por edhe me trafikun dhe me eksponentët e krimit organizuar, dhe I kemi verifikuar të gjitha ato akuza dhe në fakt të gjitha ato rezultojnë të vërteta, pra akuzat ndaj Olsi Ramës dhe ndaj Taulant Ballës. Yes, Antoine? If you add something else at this point? I mean, I think the issue, one very important thing is that there needs to be a separation of power between the government and the judiciary. And my impression is that even though SPAC is probably doing its work, and I'm sure there are people that are very committed and trying to do their best, the link between the government and the amount of pressure Edi Rama puts on the judiciary is problematic, because no matter what happens, he will comment it on TV, he will try to put it in one direction without respecting the separation of power, in which the president, the executive branch, shouldn't comment on the judiciary investigative actions. And that's a big problem. It's a big problem of trust, and it's a big problem of pressure that it could put on the judiciary. Okay. And yeah. Allow me to translate it. Sigurisht një çështje që më duket shumë shqetësuese dhe është vërtet problematike është fakti I lidhjes midis ekzekutivit dhe gjyqësorit, kjo mosndarje e pushtetesh edhe kapaciteti I kryeministrit për të ushtruar presion, madje edhe thjesht fakti që komenton vendimet e gjyqësorit, që del dhe influencon, ndikon te këto, është patjetër shqetësues, dhe sigurisht që edhe drejtimi që marrin disa nga këto çështje, sigurisht SPAC mund të jetë duke bërë deri diku punën e vet, mund të ketë element aty shumë të përkushtuar për të bërë detyrën e tyre, por ndikimi I kryeministrit si në gjyqësor, si në prokurori, po ashtu edhe në vendimet e gjykatave është patjetër shumë shqetësues dhe nuk lë vend për një funksionim efficient të pushteteve të ndara. Antoine, another question I might ask you. There's this word and there's this big debate in Albania whether we are a narco state or not. Not judging by this interview, but only by your, let's call it, your curriculum vitae. Would you call Albania